Përshëndetje të dashur miq, mirë se erdhët sërish në Radar.al këtu në studion time pa filtra. Sot faktikisht nuk do nis kështu me entuziazëm shumë të madh, me thënë të vërtetën. Do thonë juve pse ti Ola këtu vet, Gjiliola këtu në studio. Angjeli më mungon dhe kur e mora shpar në telefon më thash jam në trafik, po tentoj edhe një herë. Po, inshallah nuk vjen Angjel. Inshallah nuk vjen. Tani pa mbaruar emisioni, i zilti ku do vesh, mbaje mund çka kam për të bërë. Shumë i papërgjegjshëm. Turp të kesh nga vetja. Dhe ti e di që sot është Angjel ku je? Për momentin në trafik, po ka një super trafik shumë të ngarkuar, shumë. Po çfarë ke këtë entuziazëm? Të vjen për të qeshur? Të vjen për të qeshur? Unë jam në studio, jam me të ftuarin këtu. Kemi filluar regjistrimin. Po, ti çfarë bën akoma? Unë thash duhet të ishe nisur apo jo? Pra, po pikërisht se ne jemi pa filtra. Por megjithatë ne shpresojmë që Angjeli të vi pa përfunduar emisioni. Çfarë unë dua sot të ndaj me ju është një ftuar tjetër special që ne gjithmonë mundohemi të sjellim ajkën e të ftuarve tanë, të sjellim diçka shumë speciale të veçantë dhe mjeshtra të muzikës të tregut ton shqiptar. Kjo është shumë e rëndësishme, sepse jo të gjithë zgjedhin të bëjnë muzikë komerciale, por u intereson që të ecim me standardin, të ecim me nivelin dhe të zgjedhin pse jo të bëhen edhe mësues në këtë rrugëtim për të ndihmuar brezin e ri që rritet dhe sa vjen dhe ka ëndra dhe pasione për të vazhduar në këtë botë të rrugëtimit të tregut muzikor. Sot kam të ftuar një personazh shumë interesant, besoj që ju të gjithë e keni parë, e keni vënë re, e ka nisur karrierën e vet që në moshën 6 vjeçare dhe aty ka spikatur me talentin e tij dhe veshin për muzikë absolutisht dhe pastaj rrugëtoi me pasionin e vet për muzikën në gjimnaz arriti të kuptonte që ishte jaftë për të ndjekur këtë rrugëtim muzikor dhe në vazhdimsi. Dhe pas kësaj studioi për kanto sigurisht dhe aty kuptoi që kishte shumë pasion, më shumë dëshirë dhe vullnet për ta vazhduar këtë rrugëtim dhe pastaj u përqendrua tek qendra Pentagram, duke dhënë mësime, duke ushtruar profesionin si vocal coach dhe më vonë ka filluar karrierën dhe gjithashtu edhe si këngëtar nëpër videoklipe gjatë gjithë kohës i shfaqur, por jo vetëm kaq, kam të ftuar këtu në studio në Radar pa filtra Denis Taraj. Mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta dhe ju falenderoj shumë për ftesën. Dhe pjesën tjetër të fundit të prezantimit dua të pyes si ka mundësi që ti përveç se muzikës shfaqe talentin edhe tek aktrimi. Po, në aktrim ka qenë pasioni im shumë herët dhe e kam adhuruar gjithmonë të isha në fakt aktor, pavarësisht se më pëlqente. Çfarë të lidh ty me aktrimin, se më muzikën e dim që në gjenezë që në moshën 6 vjeçare ti shfaq ato uspikate për talentin tënd muzikor, por me aktrimin? Në aktrim të ka ardhur si ftesë apo? Në aktrim fakt, duke qenë se miku im i ngushtë Rei Bezhani që e falenderoj, ka bërë një musical, Omelet Show, me regjizori Ilir Bezhanin, Sander Mafishen, e falenderoj shumë për suportin, dhe aty i thot regjizorit për talentin tim, që mund të më provonte. Ai më provoi në një skeç dhe pastaj më dha dhe pjesë të skeçeve tjera dhe më mbështeti dhe punuam fort që unë të arrija. Ky skeç ka qenë pjesë e ndonjë komedie, drame, ka qenë ishte komedi, satir, dram, domethënë kishte komedi dram. Po. Dhe ky musical erdhi në një formë shumë të bukur, të ndërtuar me këngë, të kënduar nga Rei dhe lidhej me histori dhe ishim ne pasaj aktorët që lidhnim historinë dhe bënim në 6 skeçe të ndryshme. Në sa role ti ke marrë pjesë dhe nëse në ato role ti ke qenë një rol kryesor dhe nëse ke qenë një rol dytësor, sa ka qenë pjesëmarrjet e tua si aktor? Në 6 skeçe që u zhvilluan, un kam qenë në 2 aktori kryesor dhe në 3 të tjera aktor dytësor dhe më pas të njëri nuk isha i përfshirë. Dhe mi tregon pak role ku ke luajtur? Te ky musical Omelet Show që jep dhe pjesa është dhe në YouTube edhe në televizion, ku un kam bërë një rol, kam qenë pak
personazhi i njeriu të Rom ku vi për të lypur dhe i rëmbej këpucën një nga personazheve aty dhe që ai të merrte këpucën mbrapsht duhet më jepte lek në dajren time. Ky ishte një nga rolet kryesore ku unë hyra mashavella tipo pate Odino edhe hyra duke i rënë dhe dajres. Pastaj një roli tjetër isha në rolin e gangsterit ku në sken një repiz gjasën po këndonte dhe unë u ndjeva sikur më kishte ofenduar partneren time dhe unë gjita në sken për t'i bërë presionin. Kjo ishte roli tjetër Po, të kryesor. lidh shpirtërisht vetë ty kjo dëshirë me aktrimin, sa të lidh? Po, shumë, unë kam qenë gjithmonë shumë Edhe me pasionant, aktrimin, po, pasi gjithmonë kam imituar komentator sportiv apo gjëra që shifja, po, dhe kam qenë dhe pjesë. Na mund në një sekuencë të vogël, për shembull Shako Hoxha, nëse ke mundësi? Shakon e kam bërë diku dhe te Kalifornia, nëse mund ta them te po mirë, që ta programet televizive janë këto shumë mirë. Po, dhe te Kalifornia kam dalë në një puntat vetëm duke imituar Shako Hoxhën që kisha bërë jetën time si komentim futbolli edhe me komentin e Shakos. Përshëndetje nderuar miqë! Jemi mbledhur sot tu për parë. Shiuar e jetuar, ho! Këtë super sfidë. Mbani frymën njerëz. Spektakli filloi. Ti s'na the kështu. Jemi në pa filtra thua ju. Jemi në pa filtra këtu miq. Presim dhe të shohim ç'do ndodh. Ishte shumë e bukur. Një sekond. Ndryshimi i karakterit tënd ishte shumë i qetë kështu dhe të kalove me një në rol. Unë nuk e prisja. Wow, sa brenda në rol, sa shumë. Pse ke vazhduar ti këtë? Të gjithë ma thonë, kam në mendje një projekt në fakt, por akoma jo të realizuar sakt, sepse unë jam pak detajist edhe pak nëse nuk e bëj çdo gjë që tjetë ashtu si duhet në mendjen time, atëherë wow, je i përkryer në mënyrën se si interpreton, si imiton personazhet. Vetëm Shako Hoxhën ke tentuar në një personazh tjetër? Nga komentator sportiv unë zakonisht jo komentator sportiv, po ndoshta edhe në një tjetër që pra futesh me një herë në peshkun e personazhit? Nuk e imitoj dot aq kollaj, kurse po, nëse më japin për shembull një gjë, unë mund të futem dhe të improvizoj ose të bëj me një. Ishte thjesht ishte përkryer fare. Sa lart shkove. Na kalon në dimension tjetër. Okej, për të kthyer edhe një herë aty ku e nisëm, në moshën 6 vjeçare ti ke po të themi ke shfaqur talentin tënd të parë. Këndoja në për shpion, la dona immobile, qual più malvento. Dhe kushëriat e mia, Nertila dhe Alma që jetojnë në Gjermani, muzikante, ato më morën dhe më çuan pastaj për të provuar me një profesor që ishte dhe këngëtar operistik, ku ai pastaj spikati dhe më shumë talentin tim dhe fillova mësimet pastaj. Sa e rëndësishme është për të rinjt ose për të vegjëlit si fillim një herë për të patur një rrugë të sigurt dhe të shëndetshme profesionalisht, emocionalisht, edhe fizikisht, sigurisht, mendërisht, për të patur njerëzit e duhur, profesionistët e duhur afër jetës së tyre dhe për të çuar ata në kulme, në majën e piedestalit të karrierës, po themi. Unë mendoj që është kryesore. Është luan një rol thelbësor për arsye sepse disa familje apo shumë familje, shumë prindër nuk vinë ndoshta nga muzikant apo me eksperiencë me artin dhe kur fëmia ty e shfaq një talent, ata vinë me një herë, domethënë për ta testuar dhe roli i ne mësuesve, i trajnuesit vokal, i një vokal coachi është domethënës e para në aspektin psikologjik të atij fëmijë apo atij artisti që kërkon të gjitet në sken, të preki konkurset dhe ne një nga rolet kryesore është që ne t'i përgatisim për ecurinë, për konkurset, për ndjesitë që ata do prekin, do marrin sken, për mënyrën e suksesit që mund të arrijnë, por ndoshta edhe në mënyrën e një jo suksesit, se s'mund të themi të dështimit, sepse asnjë nuk dështon, por mos të realizuar objektivin që ai ka. Shumë e bukur, zbute edhe ca tona shumë të ëmbla të buta të qeta. Po sepse nuk dështon thua ti. Nuk dështon për një arsye. Thjesht është një sfidë radhës. Po, sepse në art një herë duhet shkëlqesh. Jo më kot të pyeta dhe pikërisht ky është qëllimi për të bërë një villë kronologjike ngjarjeje, sepse fakti që ti je vocal coach dhe pasioni yt për mësimdhënie në këto artet të bukur të kënduarit, sigurisht që kërkon dhe profesionist dhe këta të vegjël
duhet të jenë vigjilent për të marrë hapat kryesor bazë fillestar, ato fundamentale fare, nga njerëz profesionistë dhe që e njohin në themele artin e të kënduarit. Të këndosh bukur është ideja, se për të kënduar kështu thjesht ka pasion dhe kaq, okay, por çështje teknike më shumë të themi. Si ke arritur të gjesh veten në terrenin e fëmijëve, sa të lodhshëm dhe të lumtur të bëjnë ata njëkohësisht ty dhe ku pretendon ti të shkosh me këtë grupin tënd të madh që ke krijuar të fëmijëve? Më pëlqeu realisht pyetja që çfarë emocioni apo sa lodhesh apo sa kënaqësi ndjen gjatë procesit të punës. Është një proces shumë i gjatë. Në fakt, unë kam zënës që i ka marrë që 5 vjeç, 4 vjeç e gjys, tani janë në gjimnaz apo kanë mbaruar dhe gjimnazin, që do të thotë kam kaluar gati 11 vite me to në punë. Është një proces, po ka dhe disa që kanë qenë për periudha 2 vjeçare apo 1 apo 3 vjeçare. Është emocion shumë i madh. Ka momente që ti në fakt ndjen pak lodhje normalisht, sidomos kur ke nxënës njëri pas tjetrit, fillon dhe pak, por ama pasioni dhe detaji për t'i gjetur në materiale, për ta ndërtuar materialin në karakter dhe në vokal të atij fëmijë, atij artisti, na mban gjithkohës vigjilent dhe unë jam natyrë pak emocionale, prindrit apo gjithë artistët që bashkëpunojnë me mua e din këtë gjë. Në konkurse unë i përjetoj ndoshta edhe më shumë se fëmijët, apo dhe në përgjegjësia është pesh shumë herë edhe në koncert, sidomos koncertin e fundit që kishim me fëmijët tanë, me artistët tanë, e bëm te salla e liceut artistik me qendrën tonë dhe aty përjetuam emocione sepse doli vërtet një festival, unë e kam shijuar pafund duke kënduar dhe duke duar trokitur, padyshim çdo artist që unë gjithë aty. Janë mirënjohës ata fëmijë të vegjël, ato si drita? Patjetër. Si ta kanë shpërblyer mirënjohjen? Çfarë ka qenë një moment që ti vërtet je ndjer i lumtur, që ti ke bërë një punë super të merituar dhe në fund të kanë thënë që faleminderit profesor Denis. Padyshim falenderimet janë të prershme dhe por falenderimi dhe mirënjohja më e madhe që ata tregojnë me mua janë qëndrimi prej shumë vitesh që ata janë me mua, që është në një treg shumë i madh, një konkurrencë shumë të madhe. Këto little star të vegjël rrugëtojnë edhe pretendojnë të kapin majat e karrierës së tyre. Cili është qëllimi dhe synimi ku këta vazhdojnë të mendojnë që unë do shkoj tek kjo pika këtu, por mund të më çojë në Saremo kjo pika, mund të më çojë tek Voice Kids, mund të më çojë po themi tek audicionet jashtëzakonshme brillante që i nxjerr aty në shesh të burrave dhe i teston këta fëmijë për të kuptuar që vlejnë vërtet apo jo. Deri ku është ambicia e këtyre fëmijëve Little Star për të rrugëtuar? Çfarë ndodh? Ky është një proces i gjatë. Kjo është akademi e mirëfillt profesionale. Patjetër, kjo është thash një proces i gjatë që ambicia vjen duke u rritur vit pas viti, ose konkurs pas konkursi, koncert pas koncerti. Në momentin e parë që marrin duar trokitjet e para, ndjejnë kënaqësinë. Vjen një konkurs i parë, ndoshta jo televiziv, marrin pjesë, shohin konkurrencën, rritet tjetri, konkursi tjetër, derisa fillojnë pastaj kërkesa e konkurseve televiziv dhe kompeticioneve shumë madhore, dalin pak ndoshta shumë herë, ndoshta dhe trishtuar, shumë herë me sukses. Kam pas një nxënëse që e kam dhe më të vjetrën që ka ardhur deri në gjysmë finale e Gjeniu të vogël, ka qenë në balotazh për të dalë në finale, u shty dhe një javë se doli balotazh dhe pastaj çfarë gare? Sipas jurisë, padyshim versioni ishte që në atë moment duhet ta ndërpriste një javë para finales. Ka nxënës që tani po punojnë fort për të çuar dhe material, ndoshta me shpresë të pranohet dhe të konkurrojnë në Sanremo Junior. Domethënë një nxënëse time tjetër tani është në një konkurs në Malt në fund të marsit, pasi ka qenë fituese një festivali në Kosovë dhe nga aty kalon direkt në një festival në Malt. Domethënë ne si mësues, po bashkë me prindrit jemi në bashkëpunim vazhdueshëm për të pikasur konkurse. Nga punë përbashkët. Patjetër që të pikasim konkurse që dhe fëmia mund t'i provojë. Çfarë do nënvizoje ti për shembull, një gjë që nuk të pëlqen nga syri jot kritik profesionist tek këto kompeticionet muzikore?
të televizive flasim, siç janë audicionet të ndryshme që zhvillohen, Voice Kids ose X Factor, patentat huaja që i kemi përvetësuar dhe ne këtu në Shqipëri dhe kemi bërë tashmë Çfarë nuk më brand, pëlqen, do me logo. thëmë pse jam kundra. Jam kundra për arsyen sepse ekrani padyshim kur vendet janë të limituara për artistët që do ecin dhe do përparojnë padyshim, dhe nëse ti fillon dhe merr atë si eliminim në ekran, për fëmijën rëndohet në aspekt psikologjik dhe un jam shumë i kujdesshëm që psikologjia e një fëmije duhet jetë sa më e mbrojtur dhe ekrani e lëndon pak. Fokusi yt ka qenë gjithkohës kënga, sigurisht. Dhe videoklipet e tua nuk kanë qenë pak, por mund të numërojmë 12, po. 12, po. Do të thosha 13 kam taksur e kisha në trurin tim për 13, po. Nuk e di ku ta ketë radhën tani nga bashkëpunëtorët. Çfarë të lidh pyetja e parë dhe për drejtë shatit me Rej Bezhanin? Për Rejn unë e kam shumë shok të ngushtë. Na ka lidhur një koncert im recital ku kisha nevojë aty për një ndihmë dhe Rej u gjend pranë dhe nga aty jemi bërë shumë shok, kemi 11 vite bashkë. Po, ju kam parë dhe në ekran edhe në backstage dhe gjithandej. Po me Erik Loshin, se së fundi mi doli nga Big Brother dhe se ke parë ti hyrjen e tij aty, përfshirjen. Po dhe me Erikun e kam Memet goxha. që janë bërë lart e poshtë për Erikun. Po edhe Erikun unë e kam goxha mik, kemi bërë 2 bashkëpunime bashk dhe kemi kaluar pastaj momente realisht shumë të bukura dhe shumë të mira me njëri tjetrin. Hyrje në Big Brother e pash dhe për mendimin tim Eriku është një djalë fantastik. Po. Është një djalë fantastik. Mirë, fjalët e mira do themi Dhe sigurisht. jo, nuk ka them fare për fjalët e mira, por ka një humor shumë të madh. Në momentin që ti je në tavolinë me Erikun, është padyshim kalon shumë, po shumë bukur. Si e peti përfshirjen e tij tek Big Brother? A doli ai nga vetja? A ishte ai Eriku që ti njihje si shok edhe njëkohësisht brenda rrethanave të shtëpisë Big Brother? Të jem sinqert, nuk e kam ndjekur shumë këtë sezon Big Brotherin, për arsye sepse jam në punë deri vonë dhe kam arritur çka kam parë pak vetëm Prime-edhe. Po, Prime-et, po. Prime-et që kam arritur t'i kap nga gjysma ndoshta, po, edhe aty kam marrë ato informacione. Ka dalë më shumë jashtë kontrollit e Erikut nga çka ke parë ti dhe çka ke njohur? Jo, problemi aty është që padyshim aty është, mendoj unë se unë nuk e kam provuar, është një stres i madh edhe ndoshta kalon pak pjesa e nervozizmit, por që Eriku në tavolinë unë e njoh shumë mirë dhe kam kaluar momente fantastike, nuk i ka ato nxehjet, nuk janë pjesë domethënë të veta. Dhe sigurisht që nuk mund të pa përmendur bashkëpunimin tënd me Sabianin. Po, falenderoj dhe përshëndes edhe Erikun dhe Sabianin. Kam bërë 2 bashkëpunime që realisht si në xhirime apo dhe në gjatë periudhës punimit materialit kemi kaluar Kë do veçoje ti si bashkëpunimet më të frytshme, bashkëpunimet më të mira, më të volitshmet, më të bujshmet? Unë mendoj që çdo material. Mos më fol mirë gjithkohës. Jo. Po unë nuk jam ndarë në fakt edhe me Sabianin dhe me Erikun apo me çdo bashkëpunëtor dhe me kompozitorin që ne punojmë materialet, kemi një marrëdhënie fantastike, me asnjëri nuk kemi pasur problematika, zero. Në çdo material që unë kam hedhur, qoftë solo, që janë gati 9 materiale. Ashtu edhe 2 bashkëpunimet me Erikun apo dhe me Sabianin, çdo material mua më ka shërbyer dhe më ka rritur në rrugën time në. Ja të bëj një testim tani. Nëse kem mundësi, bashkëpunimi që ke bërë me Erik Loshin, tekstin e këngës që ti ke kënduar vetë, nëse mundesh na improvizosh tani në. Po të një këngë ka bërë tekstin e Rona Rushiti dhe falenderoj këngën e Nismullaj. Kurse të tjetri ka bërë tekstin Erik Loshi. Biles Eriku më ka bërë dhe mua një këngë, ku më ka bërë melodin edhe tekstin dhe falenderoj shumë sepse është balada ime preferuar. Mund na improvizosh nëse mundesh? Ti shpirtin ma therë në mira copa, pandjenja më le për gjithmonë dhe prapë së harova. Ky është një moment i baladës. Është shumë personale kjo? Ka një Jo, nuk është personale, thjesht motiv personal apo? Jo, nuk është personale, thjesht është një baladë dramatike ku unë i pëlqej shumë dhe zakonisht gjithë këngët e mia
po të kisha me dëshirë të bëja, i bëja gjitha balada dramatike. Dhe për ta testuar, kuptoj këtë dëshirën e madhe për të qenë pjesë e baladave, po ti nuk ke shumë jashtëzakonisht audiencë të madhe që të ndjekin baladat. Po, patjetër. Ta testojmë një herë vetëm tek Sabiani me Kërceina. Dhe më kanë thënë shumë miq që nuk më shohin dot në atë profil, ndoshta kanë të drejtë, por unë e bëra për arsye se i duhet pak te këto kërcejna, se më kanë parë gjithkohës të baladat edhe por gjithsesi unë e bëra sepse duhet të jem afër publikut dhe kam parë që tendenca dhe trendi është komerç. Është te komerçi. Kërcejna. Oh, hajde kërcejna, një godo e ngrejna, hajde djegna, si e do zemra, kërcejna. Dhe unë i kam të gjitha këngët me kërcejna, po unë të vërtet nuk kërcej kurrë. Në asnjë dasëm, në asnjë event, vetëm ulur. Ua, po ti je artist. E kam kompleks. Ti këngëtar. Tani, përpara se të kalojmë tek rubrika me po ose jo, unë do kisha shumë dëshirë dhe kuriozitetin e madh, sigurisht patjetër, dhe dëshirën e madhe që do të vë ty në një kurs, në një prank përballë një bashkëpunëtori tuaj. Po. Alo. Ç'ishte kjo surprizë që hape ti? Une? Po kështu që ku e hapë? Më kabe me telefon. Dëgjoj se jam në hallë se për pak filloj mësim. Më erdhi një ftesë nga Bigu që ty për një 2 javë. Ç'a të bëj? Jam stres të madh. Ftesa e kush? Nga Bigu për ty për një 2 javë, jam stres të madh. Big Brother? Bra. Po të do t'i aty, mund këti aty. Po pse, do më shërbete apo nuk do më shërbete? Po qa, do të ngelesh pa punë ti? Po pse, ka që keqa mund sa të ngele pa punë, qa të bëjur aty? Ska lidhje që i kesh ti me plak. Pra ty mejnë aty, me këta që janë aty. Pse, si janë? Aty nuk bëhet fjalë fare që të hinjë njëri normal dhe t'ja dalë. Gjithsesi ne do të përshëndesim nga radar, nga pa filtra, rej. Jam në pa filtra i ftuar. Ma njofti zërin. Kë nuk njef. Po. Kë ndjek çdo gjë. Është momenti i rubrikës për po ose jo. Janë disa pyetje, do të kemi përgjigje me po ose jo. Atëherë, ato ka zhgënjur ndonjëherë publiku? Publiku jo. Asnjëherë. A ke bërë ndonjë këngë vetëm për klikime? Po. Ke bërë një këngë vetëm për klikime? Ke bërë kështu? Po është marak që një këngë me motive popullore që e bëra vetëm që mendova. Hajde na. Jo mi vetëm për marak, çuni vetëm për marak, do një nuse unë për shtëpi, do ta marr unë me dashni. Ti bën milione të këngëre në dasma. Po s'bëram pak. Okej, ka bërë të pak Mirë, arriti diku tek. Kapi klikime. Po, 400.000, 300.000 ca mi klikimet veta. Shiko, ti unë mendoj që këngëtarja e bën këngën, tekstin, je frikshëm për ndryshim kështu emocione, energjie, po. A ke ndjer konkurrencë të padrejtë në muzikë? Të padrejtë jo. A të ka përdorur ndokush për interes? Po. A mendon se tregu shqiptar është i mbyllur? Si i mbyllur? Tregu i shqiptar është i mbyllur, do me thënë që nuk ka mundësi këngëtarët shqiptar të deportojnë jashtë trojeve shqiptare? Tregu shqiptar, jo ai Kosovës. Jo. Thjesht mendoj që intuita jona apo mënyra se si ne menaxhojmë veten mund ta bëjnë që të kalojmë edhe jashtë Shqipërisë. A ka artist që i konsideron të mbivlerësuar? Të mbivlerësuar. Jo, që janë nuk shumë ka. selfish, janë shumë egoist, janë shumë. E di pse nuk mendoj dhe e them me sinqeritet sepse çdo artist që ka arritur atë nivel apo X emër apo X ka bërë, ka shërbyer dhe ka qenë aktiv përderisa ka arritur aty. Kështu që nuk mendoj se ka të mbivlerësuar. A të ka ndikuar jeta sentimentale në karrierë? Jo. Asnjëherë. As te tekstet muzikore? Jo. A ke frikë nga harresa? Nga harresa?
Nga rresa e kujtimeve, nga rresa e njerëzve, nga rresa e çfarë lloj gjëje, situate rrethana qofshin, ë? Është frikë të humbasësh kujtimet. Ne me kujtime jetojmë. Patjetër. Dhe jo vetëm. A të ka penguar ndonjëherë fama në jetën private? Jo. A ke menduar se suksesi erdhi shumë shpejt tek ty? Jo. A do të bëje një reality show për famë? Për famë, ndoshta. A do ishe pjesë e kësaj reality show? Ndoshta. Edhe si vocal coach, po themi? Ashtu po, Ashtu po. patjetër. A ke menduar, a ke pasur ndonjë konflikt serioz me koleg? Me koleg. Konflikti jo, por një mënyrë zhgënjimi po. Konflikt asnjëherë. Asnjëherë. A mendon se muzika sot është bërë biznes dhe jo art? Po, Është bërë biznes. patjetër. A ke Jo ndjenjë- vetëm muzika, çdo gjë në jetë është bërë komerç, edhe biznes. A mendon se muzika, a ke ndjenë ndonjëherë veten të nënvlerësuar? Jo. A do publikoj një këngë edhe nëse publiku s'e pëlqen? Po. Si për shembull? Si për shembull, jo, baladat, në fakt në Shqipëri baladat pëlqejnë shumë. Për shembull. Po një material ndoshta që publiku nuk para e ka dëgjuar shumë, apo edhe unë apo familjarët e mi nuk jemi rrahur shumë, ndoshta mund ta provoja për eksperiment. Okej, kjo ishte ajo që ne kishim menduar dhe organizuar për ditën e sotme me këngëtarin Denis Taraj. Unë kam dëshirë që ti të ndash me publikun një mesazh, një emocion, ndoshta një mendim tënd, një sy kritik mbi të gjithë këtë eksperiencë shumë vjeçare që ke patur në karrierën tënde profesionale si këngëtar, si vocal coach, edhe lidhja që të ka bërë ndoshta edhe më shumë të ndjeshëm sentimental me fëmijët. Çfarë mesazhi ke për të thënë ti këtyre fëmijëve, këtyre prindërve, edhe vetë audiencës që na ndjek nga radar në Pa Filtra? E bukur kjo. Po. Kjo të vë përpara përgjegjësisë ta ta mendoj. Super Po kasi e mboll. Tashim kapën emocione. Duhet jemi padyshim shumë të kujdesshëm dhe duhet jemi pas hapi, mos të provojmë gjërat që t'i bëjmë me katapult për të kaluar shumë shkallë dhe asnjëherë nuk duhet dorëzohemi për atë që ne dëshirojmë, sepse gjithmonë do dalim aty ku ne duam herët apo vonë. Dhe unë i them gjithmonë dhe bëj shaka me artistët e mi, i them, një mësues i mirë e tregon që është më i miri, po një mësues i madh të frymëzon. Kështu që ata shumë e bukur edhe kjo. këtë i them që një artist shumë i mirë e tregon që janë më të mirët, po artistë të mëdhenj të frymëzojnë. Kështu që i uroj shumë të bëhen artistë të mëdhenj. Ishte mbres Lënse, shumë e bukur kjo, një mësues i madh të frymëzon edhe në realisht më frymëzove, edhe më dhe energji shumë të mirë në studio. Unë u argëtova pafundësisht shumë edhe shpresoj që edhe juve t'ua kemi përcjellë këtë energji nëpërmjet radarit edhe Pa Filtra, sikurse ne dhe jemi, dhe ne shpresojmë shumë shpejt të takojmë puntatën e radhës.